Klubi i Leçes duket se është gati të shtojë numrin e futbollistëve të kombëtares shqiptare. Pas Ylber Ramadanit dhe Medon Berishës, klubi i Seris A po monitoron me shumë kujdes një tjetër emër, këtë radhë me idenë për të përforcuar sulmin. Sipas mediave italiane, në vëmendjen e Leçes është kthyer përsëri Arber Hoxha, ansori i sulmit të kombëtares shqiptare, i cili ka qenë një protagonist në radhët e Dinamos së Zagrebit në vitet e fundit. Sipas mediave italiane, emri i Hoxhës është diskutuar që në janar, por aso kohe u vendos që të mos ndërhyej për të bërë të mundur afrimin e tij. Tani, interesimi është zgjuar përsëri, pasi Lecce kërkon të përforcohet dhe të kërkojë qëndrimin edhe një tjetër edicion në Serie A. Kartoni i Hoxhës vlerësohet 3 milion euro sipas Transfermarkt, por mbetet të shihet sa mund të kërkojë Dinamo Zagreb për të lënë të lirë 27 vjeçarin, të cilin e bleu 1 milion euro nga Slaven Belupo në janarin e vitit 2024. Yasir Hasani u rikthye ditën e sotme pranë klubit iranian të Esteghlal, duke marrë pjesë në stërvitjen e tyre të parë pas një periudhe të gjatë shkëputjeje. Vetë ansori i kombëtares shqiptare ka ardhur me një postim në rrjetet sociale lidhur me këtë rikthim të tij, ku shkruan se ndihet i lumtur në një vend ku ka vetëm kujtime të mira. Pas një kohe të gjatë, rikthehem në Iran, i lumtur të stërvitem sërish me Esteghlal. Një ndeshje e veçantë të rikthehesh në vendin ku je përmbushur vetëm me kujtime të mëdha, shkruan 31 vjeçari. Pak javë më parë, për Yasir Hasanin u spekulua një kalim i mundshëm te Getafe në kampionatin spanjoll, por deri më tani nuk dihet ende asgjë se çfarë do të ndodhë me të ardhmen e tij. Aidon Shehu do të largohet nga Hull City dhe me gjas hapi i tij i radhës do të jetë në Greqi. Siç raporton korrespondenti i ekipit, Barry Cooper, mesfushori është shumë pranë kalimit tek Panathinaikos, të cilët kanë lëvizur për të afruar në gjirin e tyre 19 vjeçarin e talentuar. Mësohet se drejtuesit e klubit grek do të paguajnë në arkat e anglezëve 3 milion euro. Fillimisht, plani është për ta blerë përfundimisht kartonin e tij, e më pas për ta dërguar me formulën e huazimit tek një skuadër tjetër, për të fituar më shumë hapësira. Nëse ky kalim do të finalizohej, Shehu do të ndiste akoma dhe më shumë derbin e Greqisë mes Panathinaikos edhe AEK-u të Afinës, pasi kujtojmë se tek ta të fundit aktivizohen dhe 2 futbollistët e ekipit të parë të kombëtares, portieri Tomas Strakosha dhe mbrojtësi Stavro Pilo. Sa i takon prezencave me kombëtaren U21, 19 vjeçari është paraqitur në 10 ndeshje, duke shënuar 1 gol, dhe për trajnerin Alban Bushi, ai konsiderohet një element i çmuar në mesfush. Armando Broja nuk do të transferohet te Cagliari në Serie A. Pavarësisht zërave të shumtë gjatë ditëve të fundit, është gazetari italian Alfredo Pedulla që po hedhur poshtë idenë e kalimit të sulmuesit shqiptar në Itali. Sipas Pedulla, Cagliari nuk është interesuar kurrë për 25 vjeçarin e kombëtares shqiptare, madje nuk e ka pasur në listat e objektivave. Kështu, Armando Broja mbetet ende në ajër me një të ardhme të paqartë, pas rënies së Burnley nga Premier League. Klubi anglez duket se po pret të emërojë trajnerin e ri dhe më pas të zgjidh problemin e largimeve dhe afrimeve. Nuk dihet ende nëse Broja do të jetë në planet e timonierit të ri të ekipit anglez. Sulmuesi i kombëtares Armando Broja, në një video të radhës për kanalin e klubit të Burnley, ka treguar përmes një pyetësori të shkurtër disa sekrete në lidhje me fushën e blertë dhe jashtë saj. Broja ju bashkua ekipit të Burnley në verën e vitit 2025, ndërsa ende nuk e ka gjetur veten. Shoku juaj më i mirë në futboll. Do të thoja Sterling, Livramento, Colwill, Edward, Laurent. Numri që ju mbani mend si futbollist. Numri im i parë ishte 57, besoj. Mendoj se ky ishte numri që kam debutuar. Lojtari më i mirë që keni luajtur së bashku? Eden Hazard. Nëse do ktheheshit mbrapa në histori, cili moment do rikujtonit? Momentin kur Cristiano Ronaldo fitoi kampionatin evropian me Portugalin në 2016, por pa dëmtimin e tij në finalen e madhe. Cili vend do të dëshironi të jetonit për një vit? Në Florida, Tampa, specifikisht në këtë vend. Lojtari që ju e keni idhull dhe ju ka ndihmuar të rriteni profesionalisht. Ronaldo braziliani dhe Cristiano Ronaldo. Kush mendoni se është më i mirë mes këtyre dyve?
do të zgjidhja Ronaldo brazilianin, por Cristiano Ronaldo është goati im. Lojtari që ka më shumë stil të ekipi i Burnley. Do të thoja për veten? Marash Kumbulla nuk di se si do të jetë vazhdimi i rrugtimit të tij në sezonin e ardhshëm. Futbollisti i kombëtares shqiptare është kthyer nga huazimi te Mallorca në radhët e Romës, por nuk dihet ende nëse do të vazhdojë të jetë pjesë e këtij klubi apo jo. Duke folur për Sport Italia, futbollisti ka pranuar hapur se do të dëshironte që të punonte me Gianpiero Gasperinin, edhe pse ky i fundit në sezonin e kaluar nuk e përfshiu në preferencat e tij, duke e dërguar huazim në Spanjë. Do të më pëlqente shumë që të punoja me Gasperinin, e kam thënë edhe herë të tjera, por janë gjëra që do të shihen në javët e ardhshme. Nuk varet vetëm nga unë dhe ai. Do të mundohem që të paraqitem në grumbullim i gatshëm për të luajtur kartat e mia. Pastaj, do të vendosim të gjithë bashk ato që është më e mira për të tërë. Unë kam vetëm fjalë pozitive për trajnerin, e njihja që më parë, dhe mendoj se karriera flet vetë për të, tha Kumbulla.